Më 12 tetor, qeveria shqiptare njoftoi ndalimin e përdorimit të monopatinave elektrike. Lajmi u bë publik nga vetë Ministre e Punëve të Brendshme, zonja Albana Koqiu. Vendimi bëhet me dije së është marrë pas raportimit të problematikave të shumta nga qytetarët e vendit në lidhje me këto mjete nëpër rrugë. Sipas Koqiut, lejimi pas përfundimit të këtij procesi do të jetë i vlefshëm vetëm për përdorim vetjak të këtyre mjeteve. Që nga hëna në mbarvendin policia ka ndërmarrë një aksion për bllokimin e skuterave elektrik përfshirë edhe Elbasanin, duke u ndeshur edhe me indinjatën e qytetarëve. Mësohet se në rang vendi, vetëm në 3 ditë, janë sekuestruar nga ana e policisë të paktën 120 mjete elektrike. Në këtë kuadër, qendresa qytetare protestoi para policisë rrugore, duke kërkuar kështu kthimin pas të mjeteve të sekuestruara, por edhe pezullimin e vendimit.